A jetu më thonë që ti e ke pas aksionar në Doni Fruits, ose Top Fruits, si do që shuajtur, Marin Gjonaj, me Gjonaj Holding, por që ky bashkëpunim, ky partneritet nuk ka shku mirë dhe ju jeni ndarë pastaj. Po. Kjo është tërgimi. Unë nuk kam shit aksione kundrejt ti, por kushërirë jemi ka shit aksione. Që ka pas aksionet të kompania, po i ka shit. Aksionet ka shit. Unë në mënyrë jo të vullnetshme, pasi që nuk kam pas mjetet t'ja blej kushëririt aksionet, aja ka shit Marin Gjonës. Gjonaj Holding, se tash nuk po. Dhe juve nuk ju ka shkuar mirë partneriteti, pas 6-7 muaj. Thuash që pas 6-7 muaj jeni ndarë. Po. Tash jeni në kontest gjyqësor. Po. Pra nuk është që ka ndonjë bashkëpunim aktual të Ejupit dhe kompanive të Ejupit me Gjonaj, me Gjonaj Holding. Jo, këto, unë nuk kam asnjë komunikim që 2 vite, vazhdojmë komunikimet në mbledhjen e asamblesë e cila bëhet nga avokatët tonë në periudat të caktuara kohore në varësisht prej nevojës në Republikën e Shqipërisë, kështu që unë asnjë lidhje me kompani tjera, pasi që Gjonaj është një holding i madh dhe ka disa kompani brenda grupit.